Tradita e vjetër e festës së kolendrave është festa që lajmëron ardhjen e Krishtlindjes dhe uron për begati vitin e ardhshëm. Fëmijët trokasin në përdyer duke kënduar një këngë të vjetër dhe kur dera hapet fëmijëve u jepen dhurata. Në çdo shtëpi kishim një xhole i thosnin nga që u pinin djemtë. Edhe në çdo shtëpi vinin, kush jepte fruta, kush jepte një biskotë, kulaçe bënin, për miqtë e kishin me grurë, ndërsa për të tjerët për misri, beshin kuleç të vegjël. Po kalonim shumë mirë. Po deri në 67-ën. Pas 67-ën nuk bëjmë kështu. Unë jam çup fshati këtu. Dhe e kujtojmë me shumë nostalgji. Festa më e vjetër që festohet në fshat, është festuar vit pas viti nga fëmijët, edhe ajo simbolizon ardhjen e Krishtlindjes së vitin e ri dhe njofton ardhjen e bukës së re. Ka si koncept përgatitjen e kulaçeve nga nënat dhe pastaj fëmijët trokasin me dy elemente, me xhole dhe me torba, dhe trokasin duke kënduar këngën karakteristike. Kolendra mbi lendra, qendi jashtë e maciat brënda, me moj hallo një kula, se do vete boshigrat e tutje, me dje me menuse, nuset me baluke, djem të me cullufe. Kolendrat festohen nga 20 deri 24 dhjetor në vigjilje të festës së Krishtlindjes.